Dëgjojeni pak këtë, del dokumenti I vitit 1958, ku Bashkimi Evropian do të bëhet një I vetëm, pra të gjitha shtetet nuk do të ekzistojnë, më do të shkrihen në një. Këtë, kur mendoj që ishte një teori konspirative para disa viteve, tani e kuptuan që është diçka e programuar që prej shumë vitesh. Kur e thoshim në emisionin Enigma, kur thoshim që janë programuar çdo gjë që në vitit 1974 që kanë firmosur të gjitha shtetet, nëse mbani mend tek emisioni Enigma, askush nuk na besonte, por me kalimin e kohës disa gjëra u vërtetuan dhe kjo është një nga ato. Pra në vitin 1958 del dokumenti I CIA-s që tregon se si Bashkimi Evropian do të bëhet një dhe do të mblidhen të gjitha shtetet. Tani, ajo që del pasti, sepse lexova disa komente, dëgjova disa video, por atë që nuk kanë kuptuar shumë njerëz, nuk kuptojnë se si është e mundur që CIA e dinte në Amerikë që Bashkimi Evropian do bëjë dhe nuk bëri asgjë. Atëherë do të thotë që ishin dakord, apo jo? Nëse ishin dakord, atëherë kush janë këta që janë dakord për të bërë Bashkimin Evropian dhe pse tani bëjnë gjëra sikur zihen? Shiko, para pak ditësh, një funksionar I lartë, ai që formoi Bankën Evropiane, Mario Draghi, padyshim e keni dëgjuar, ai e tha publikisht që së afërmi të gjitha shtetet do të shkrihen në një shtet të vetëm. Dhe Evropa nuk do të ekzistojë më si më parë. Pra shtetet nuk do të funksionojnë më si më parë, por çdo gjë do të vendoset nga parlamenti I Bashkimit Evropian. E dini se çfarë do thotë kjo? Do të thotë që të gjitha shtetet, Gjermania, Gjermania, Franca, Italia, Spanja, etj, të gjitha këto, Norvegjia, apo këta di unë, të gjitha, Danimarka, nuk do të vendosin asnjë nga këto, por do të vendos Parlamenti Evropian, ku aty do të bëjnë pjesë normal politikanë të gjitha këtyre vendeve. Por pyetja ime është akoma më e rëndësishme. Atëre kush e programoi këtë gjë? Kush e programoi që të bëj të shkrihej në një shtet të vetëm? Unë do t'ju tregoj edhe një sekret tjetër. Një sekret normal, ky është një sekret, le të themi, konspiracionist. Është vendosur në vitet 1770 e ca, pra në vitet 1780 parafërsisht, është vendosur që të bëj një botë e vetme, me një monedhë të vetme dhe me një parti të vetme. T'ja u përsëris? Jo. Është vendosur në vitin 1700 e ca, le të themi në vitin 1800, që në vitin 1800. Dhe kush është ai, ose ai grup, ata njerëz, kjo të mund të mendosh që nuk janë njerëz këta pas kësaj lëvizjeje, sepse që në atë kohë kanë vdekur shumë njerëz dhe kanë lindur të tjerë dhe ringjallur të tjerë politikanë etj. Si është e mundur që të gjithë këta shkojnë në të njëjtën linjë? Pra, si është e mundur që këta vazhdojnë, sepse në njëri nga këta, nëse për ju që nuk e kuptuat, nëse lindin politikanë të rinj, politika të reja dhe njerëz të rinj, këta mund të ndryshojnë mendimin. E megjithatë, mendimi nuk u ndryshua për asnjë sekond, por sot jemi në vitin 2026 dhe është vendosur që të gjitha shtetet do të jenë një të vetme. Pra kjo më bën të mendoj që, siç thash, është një teori konspirative, që ka diçka pas kësaj, diçka shumë të madhe. Nuk mund të jenë njerëz. Shiko, do t'ju them, e kam këtë një herë tjetër, por doja ta përsërisja prapë këtë. Do bëja një eveniment të madh në vitin 2010 parafërsisht dhe kishte kohë që mundohesha që të bëja një eveniment të madh dhe ta kam takuar një tip që është me anë të një shokut tim, kam takuar këtë dhe ky tipi është një tani është I madh në moshë, tani jeton në Spanjë dhe në atë kohë ishte 60 ca vjeç, nuk mbaj mend eksaktësisht, po ishte 60 ca vjeç në atë kohë. Dhe ishte me një vajzë 25-26 vjeçe që rinte me të. Dhe më tha kur e takova në fillim, se më thanë që vetëm tek ai ai do ta zgjidh nëse ti mund të bësh evenimentin ose jo. Dhe kur shkova tek ai më tha mua ti do rrishta 40 ditë pa ngrënë të sfidosh ta kishën këtu tha dhe Vatikanin dhe njëkohësisht edhe Jezusin tha që ndajti tha 40 ditë pa ngrënë. Ja, nuk mund ta bësh dot. Në fakt nuk arrita ta bëja dot, sepse nuk mundeshta këtu. Dhe ai ishte një nga këta
të mëdhenjt, nga këta 33-shët. Dhe ky i 33-ti, që është një nga 33-shët, është 33-shi i parë pra i lozhës së Spanjës. Nuk e di më kuptoni apo jo, është më i madhi. Dhe ai derisa të jetë gjallë do të jetë aty. Nuk e di më kuptoni apo jo. Dhe ajo që më bëri përshtypje atëherë, tha diçka. Tha, shiko, tha. Bota tha, nuk ligjet ta nuk i vendos tha politika, tha, sepse bota drejtohet tha nga diçka tjetër, tha, nga dikush tjetër. E thënë nga ai, pra një njeri i tillë, të bën të mendosh që, shiko, ne nuk jemi asgjë. Dhe kur gjendesh afër këtyre njerëzve, ka qenë edhe një tjetër që më ka bërë që të dridhem kur kam qenë me të, është një tjetër që nuk mund të thuhet emri, por isha për punë aty. U gjenda aty, por ato minuta që gjenda aty duke që ishte diçka gjigande, diçka e madhe. Sinqerisht po ja u them, nuk e kam patur asnjëherë një ndjenjë as me këtë këtu të 29-ën. Me fjalë ky i tipi këtu, sepse ky mendohet që është një nga ata krerët e mëdhenj që vendosin. Çfarë do të thotë kjo? Pse ja u hapa këtë bisedë? Sepse mendohet që është një lop, një grup njerëzish që ata përsërisin familjet e tyre, njerëzit e tyre në përgjithësi dhe në të gjitha kohrat ndihmojnë njëri tjetrin që të jenë gjithmonë ata aty. Dhe janë pikërisht ata që drejtojnë çdo gjë. Drejtojnë monedën, drejtojnë politikën, drejtojnë qoftë ardhua financiare, por edhe politike, që të drejtojnë botën, sepse sipas tyre nuk mund të drejtohet bota pa një grup të përzgjedhurish. Disa i quajnë Illuminati, të tjerë i quajnë mason. Pak rëndësi ka, por ç'është e vërteta, pas një legjende ka gjithmonë një të vërtetë dhe unë kam qenë aty, nuk e di pse, u gjenda aty, në këtë rast me këtë zotërin, që e kuptova që ky ishte, se më thanë që ishte një nga këta, por edhe kuptova dhe mënyrën se si më thanë. Dhe tani, përse e po e përsëris këtë? Sepse kjo më bën të mendoj që përveç se këta vendosin fatin e çdo politikani dhe e çdo këtë e keni kuptuar dhe ju, që nuk vendosin politikan, po vendos dikush tjetër, dhe politikanët vetëm janë aty për të bërë vetëm teatr, dhe ajo që më bën më shumë përshtypje është që unë mendoj që ka diçka tjetër akoma më të madhe pas. Nuk mund të jenë njerëz të thjeshtë. Këtë doja të thoshja. Nuk mund të jenë njerëz të thjeshtë, sepse bëhet fjalë, siç u thash më përpara, që nga viti 1800 që është vendosur. Sepse dokumenti i vitit 1958 që ka dalë tani e gjeni këtë, tregon që ishte përgatitur me kohë, por dokumenti i vitit 1958 i cilës që e gjeni online, thoshte që do krijohet një Evropë e bashkuar pa një parti për secilin shtet, por do të jetë një parti, një parlament i vetëm. Në vitin 1958. Dhe thoshte që është projektuar prej kosh, thot dokumenti, është projektuar prej kosh. Duhet të dini që këto janë fakte të pakundërshtueshme që ne mund të mendojmë si të duam, por unë jam i bindur që ka diçka tjetër shumë më të madhe. Do ta mbyll me këtë që të kuptohet thelbi i kësaj bisede. Në vitin 70, një shkrimtar romak shkruante diçka që më ka mbetur në kujtesë dhe kam thënë. Të gjitha karrot me flak dhe tym u shkëputën dhe ikën, zotat ikën dhe u larguan në qiell në vitin 70, pas vitit 0. Dhe vetëm njëri prej tyre mbeti. Këtë e ka parë gjithë Roma. Pra Roma atëherë ishte 1 milion banorë, po flasim në vitet 70, sepse ishte capus mondu, si quaj, ose më mirë qyteti, ose krye qyteti i botës, ose qyteti i përhershëm. Dhe kishte shumë banorë që në atë kohë. Kështu që të gjitha karrot, të gjithë zotat me karrot e tyre me flak dhe tym u larguan në qiell, kurse vetëm njëri prej tyre mbeti në Rom. Ka që doja t'ju thosha, tani merrini si të doni, kjo është e shkruar e zezmi të bardhë, por ajo që më bën më shumë përshtypje është fakti që dokumenti viti 1958 dhe një thënie e dy masonëve të penduar, të quajtur në librin, e kanë bërë në librin Hajram, La Chiave di Hajram, më vjen gjitha në italisht Chelsea Hajramit, nëse atë kam lexuar fillimisht që para shumë vitesh. Ai tregonte aty në libër tregonte që ata ekzistojnë që nga kohrat e lashta dhe dikush i mban nën kontroll, bën mbledhje, bën rrite apo bëni si doni,
pak rëndësi ka, por në fund fare vendosin ata. Dhe sot ne po bindemi dal nga dal që është kështu. Tani do të dëshiroja nga ju tani një koment, çfarë mendimi keni për këtë argument? Si është e mundur, sipas jush, të ndodhë një gjë e tillë? Pra, mbajeni mend, sa afërmi edhe Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malzi, të gjithë do jenë aty, të gjithë do jenë bashkë, sepse Bashkimi Evropian do bëjë që të gjithë vendet përreth, do t'i bëjë të gjithë evropian. Mbajeni mend këtë me kalimin e kohës. Jo, tani për tani, por deri në vitin 2050 do bëhet. Kështu që pres komentet tuaja, kalofshi bukur.